Ky emision mundësohet nga Përshëndetje për të gjithë ju shikuesit e dashur, mirë se po takohemi në një tjetër epizod të emision Plus Minus. Sot do e kemi një epizod krejtësisht ndryshe, sepse për mua do të jetë hera e parë që do e bëjmë një ngjitje bashkë me Benjeri. Arbeni bashkë me Benjerin do na tregojnë më shumë rreth këtij rrugtimi. Përshëndetje, Beni, si je? Arben? Arben dhe Beni. Kemi. A jena gati me fillu rrugën? Arben, ndoshta me u prezentu pak për publikun, si mund njohin të gjithë shikuesit e emisionit Plus Minus Arbenin? Arbeni, unë jam lind në Valbon, banoj këto, kam bëj 22 vite këto, shkollën kam marrë këto, kam vazhdu punë në Brancot, një 28 km për këtuajt, kam vazhdu një 14 vite kam punu në polici, mas polici më shku një 3 vjet në Gjermani, jam këthyje, kam vazhdu biznesin tem, punoj transport me turista, vizitojmë të ashti edhe ujvaren, bashkë me ju, s'ka vend ma të bukur se Valbonen. Beni, a jena gati? A ki me mësu rreth hikingut edhe me më tregu sa ma mirë që më shku se sa ma letë. Me kime një dimenzion 3, rreth po. Hajde, okej, po nisemi. Po nisemi. Beni, po me të pyt, që ki lidhjen me Kosovën? Me Kosovën, unë ne jena vazën me Kosovën. Ma përpore kanë pason Matësia Gjakovës, na s'kem posë kufit dom. Kosovë Shqipënia është një. Unë i falenderoj ekipin e Kosovës, ekip shpëtimit, e falenderoj shumë, se ata janë zot, ne i kanë pajisjet, zot jemi edhe na, po bashkë me ata, se bashkëpunimi është s'ka gjë më të mirë. Ma të mirë, pas ma mirë. Prej kësaj pike pra do ndalemi dhe do vazhdojmë në këmbë bashkë me Benjerin. Edhe Arbeni ndoshta na tregon pak a shumë se ku jemi tash edhe sa minuta ndoshta i kemi deri te ujvara për me ngjitja të lartë. Prej këtu te ujvara mund të bëjmë i çereku 20 minuta. Me ec pak më shpejt sa Dardane, mund të bëjmë 10 minuta. Ka pas edhe shumë raste të cilat Beni, pra Arbeni ju ka dalë në ndihmë, edhe një rast që na tregove rrugës, që ajo ke jashtë kamerave, po kisha dashur që gjithë shikuesit edhe me kuptu sa mi kvritja në Valbon. Po, gjatë një vit, kur ke pandemia, edhe mu desh me ikë në Brancot, edhe djalim pa shku në Angli 3 vjet, vajza martua, edhe rash me shoqen teme. Vajzën e kit martu me në Gjakov. Po, në Gjakov, vajzën e ka martu me në Gjakov, po tjetër. Atje ka pas risk në aty edhe jam shumë i kënaqur me ta, me njerëz me familje si ka sot. Edhe e kom pas lanë deri në shtëpi hap, e kom pas shkujt një letër aty, fotoni, vëzni zjemin, edhe me shtat, me fasulit tona, me pasul, me tona gjanat, me bilmet, i kem pas lanë deri në hap. Edhe kush do të vinë, mirë se të vinë, edhe ka deri në hap. Ishin kanë ardhur një çift gjerman, edhe është ardhur, ishin kanë ardhur te shtëpia, edhe kanë hap, kur kanë pa letën anglisht, se gjermanisht anglisht i shkruajmë na se
Edhe shqip po anglisht gjermanisht, për me kuptu mirë të ujtë, se punoj me të ujtë. Edhe janë himana, kanë fjet një nata aty, kishin pas 10 zemen, e shkrujt shumë faleminderit prej zotit shtëpis, prej Gestaus Arben Selimaj, edhe e kishin pas tonë edhe lekt, si kanë fjet, si kanë hongë, kanë pi, kanë lanë lekt në tavolinë. E çfarë kënaqësie më edhe që kushdo që vjen me pas një mikpritje të tillë prej Arbenit këtu në Valbon. E kanë dera është e hapën për gjithë. Arben, faleminderit që na prite dhe na solle deri këtu. E tash na po vazhdojmë rrugën me Benin. Beni, a jam gati? Faleminderit edhe për jush. Shumë faleminderit. Beni, tash po vazhdojmë me ekipën, jemi një ekip goxha e madhe këtu bashkë, që do vazhdojmë deri te Ujvara, po shpresoj që kemi dal që Ujvara po e shohim. Nuk ka rrjedhje shumë të madhe, po ekziston. Tash besoj me rreshje fillon edhe me u bë pak më e madhe. Do shta Beni na tregon fillimisht edhe për gjithë ju që ndoshta dëshironi që për herë të parë me fillu me hike si on site, na tregon se çfarë përgatitje duhet kemi edhe me dal sa më mirë me arrit cakun ku dëshirojmë me shku. Po, është thjesht, shumë thjesht. Njerëz e mendojnë që do të me pas pajisje. Çfarë të komenduar bane? Sikur delën në park të Gërmis ose në Tokbashkë, çashtu pak a shumë, se kur shkojmë në për vende që janë pak më të pjerta, do të me pas cokulla ose planika që shqisojmë na. Edhe natyrisht jakne pak më trasha, sepse aprishe edhe këtu temperatura qysh është. Po. Okej, pra, po nisemi. Hajde. Uron fat. E shikues dashur, ne sapo u kthyem nga hikingu bashkë me Benjerin, edhe patëm një shkëputje të vogël të bllokut të marketingut e tashmë jemi këtu në studion e Plus Minus pranë ambienteve të bukura të Valbona Resort and Spa. Ishte vërtet një eksperiencë fantastike, Beni. Faleminderit shumë, mirë se na erdhe në Valbon. Mirë se u gjej. Faleminderit shumë gjithashtu për këtë eksperiencë kaq të mirë. Ishte për mua hajku i parë, siç edhe të kam tregu, po që gjithçka shkoi shumë lehtë. Një eksperiencë vërtet e mrekullueshme që ja preferoj që secili shikues që po na ndjek tani në Plus Minus në Klan Kosova që ta bëj dhe ndoshta të filloj edhe me këto aktivitete outdoor. Si unë që fillova, ndoshta do e vazhdoj, mendimin e Benit. Po super ki hetë sot, ty marë parasysh se ki pas frikë se çka po të pret gjatë ecjes, shumë mirë, që për herën tjetër e ki një referencë se si do të shkojnë ecjet. Po, e vërtet, ishte një ecje shumë e mirë, po që ndoshta unë pak pa përgatit me disa pajisje, po që besoj që na tregon edhe Beni gjatë kohës se çka duhet kemi, çfarë pajisje, çfarë përgatitje psiqike dhe fizike, ndoshta edhe këto duhet i kemi parasysh apo jo, Beni? Po, patjetër. Do me thonë, çdo kush mund të ecë. Veçanërisht në këtë ecje që kemi pas deri te Ujvara e Valbonës, ka qenë një ecje shumë e lehtë, që është e përshtatshme për të gjithë njerëzit, pa marrë parasysh moshat, e për fillim duhet mi pas planikat që është bazë e çdo ecjes. Na ki tregu këto edhe gjatë ecjes pak, po që ndoshta tash më detajisht na tregon, edhe unë përderisa sjell nga një çaj sepse tash është bukoa pak më e freskët pasi jemi kthyer nga ecja.
edhe e pim nga një çaj nga Podravka edhe vazhdojmë bisedën. Beni, një çaj imuno për ty nga Podravka dhe një çaj ment për mu. Na ndihmon tash të relaksohemi pak nga ajo ecje dhe na tregon ti më shumë rreth vetes për gjitha ata që janë mësuar të pa edhe shikuesit nëpër televizion, në rrjetet sociale, me aktivitetet e tua, gjithashtu edhe në emisionin Plus Minus që është kënaqësi shumë e madhe që të bashkëpunojmë dhe të kemi gjithmonë materiale nga ti, nga pjesë të ndryshme. Qashtu është sezoni 4 me juve, është kënaqësi shumë e madhe, kemi pas eksperienca të ndryshme nëpër bjeshk, me skia ose pa skia. Këtë herë kemi vendosur me shku deri te Ujvara, që është një startup, si më thonë, një nxemje për sezonën që po na pret. Ka qenë ecje lehtë, pra vetëm për me tregu një pjesë bukur të Shqipërisë ose të trojeve shqiptare. Po Beni, me çka preferon ti që dikush që bën ecjen e parë ose ngjitjen e parë, me çka preferon që të filloni edhe ju si grup, si hiking njeri, na tregon më shumë sepse tashmë edhe këtë vit I keni bë edhe 25 vjet. Po, 20 vjet. Po, në prill të vitit Ti shtova 5 vjet. Po, besoj mas 5 viteve do ta kemi 25 vjetorin, pra këtë vit në prill e kemi pas 20 vjetorin e formimit të hiking njerit. Pra, prill 2005 kemi fillu ecjen e parë me grup, është 20 vjet e gjys, për mos me hup edhe këtë gjysën që kemi, që kemi pas eksperiencat pa imagjinueshme me grupe prej 5 vjet deri në 500 vete ma shumë. Dhe më thonë, ka qenë një periudhë shumë e mirë, 2 dekada plot aktivitete dhe një jetë e bukur. Pra, për fillim, kisha pas dëshirë mi ju tregu atyre fillestarëve që dojnë me ndru jetën për të mirë, kur të fillojnë me ecje, të kenë sado pak vesh mbathje adekuate për ecje. Për shembull, planikat që më për fillim, ose patika që nuk e kam bazën e rashtë. Jakne, një qanë shpine, mandej, ty pa, ty bo. Ty ardhën hajk ma një ishe persona tjerë që më pak më të pregaditun e din çka me marrë ose çfarë pajisje me siguru për ecjet e hershme. Po. Beni, njeri. Ç'është kanë shku këto 20 vite? Po, shumë mirë. Shumë mirë. Sa je I kënaqur edhe me arritjet e tua deri tash edhe ndoshta edhe me arritjet e njerëzve që kanë ardhur pas teje, se e dim që shumica edhe kanë filluar me ty. Po, interesant është kur po I shoh disa persona që kanë arrit sukses ose kanë bërë diçka, me njëherë po e menoj se ai ka fillu për herë të parë me neve. Shumica po flas, ka edhe tjerë që kanë fillu vetë, po besoj që si hiking njeri edhe snow njeri, pra që është një organizat tjetër, kemi pas sado pak ndikim në afirmimin e sporteve outdoor në Kosovë. Për këta jom edhe krenar. Njësh si skiator ekstremist. Po. Çka e dallon ndoshta atë skiimin ekstrem me llojet e skimit tjera? A mundesh na tregu pak ku janë ato dallime dhe si e ndjen ti veten kur bën skim ekstrem? Po, skimi ekstrem ka të bëjë me skim jashtë shtigjeve, në bord fell, në për shtigje shumë të pjerta, vene ekstreme, si për shembull me ungjitën majet këtëne maleve mbrapa neve, edhe mulshu me skia, po ngjitja të bëhet pa teleferik, pra do të ngjitet me kamp ose me skia që I kanë lëkurat për funi. Pra është një sport goxha ekstrem, do të me qenë I pregaditur shumë, sepse do të ecësh me gjithë ato pajisje deri në maje, e mandej të lëshosh me ato pajisjet e njëjta. Une kom pas eksperiencat të ndryshme gjatë lëshimeve me grupin tim ose shoqnin teme që I bëjmë në Brzovice dhe në vendet ndryshme, gjë që kom pas edhe disa eksperiencat këqija. Për shembull, më ka zonë Orteku në vitin 2006, ka qenë 3 mars 2006, ku në vendin shtegu I Shqiponjës, që është një ndër shtigjet më të pjerta në Brzovice, më ka zonë Orteku derisa isha me 2 Amerikan. Edhe më kom qenë nërbor. Mandej, mas shumë viteve, edhe disa persona kanë pësu aty. Unë kom pas fat me mbjetu atë
si më thonë, ngjarje të keqe, po më ka mush mend që për hera tjera me qenë shumë ma syqel deri sa lëshona. Pra, jam ma vigilent gjatë lëshimeve, mirë po e dua shumë. Do më thonë, na si ekip shkojmë në për vende të ndryshme, Kosova ka fatmirësisht një numër të madh të maleve, cilat ne i shfrytëzojmë për lëshime, edhe që na kënaqin. Po, për lëshim që shi bojmë ne, nevojitet një eksperiencë minimum 2 dekadash. Pra nuk mundet me ardhë çfarë do skitari me skiu me neve në snonjeri, po flas, ose në, si me thonë, me ju bashkangjit grupit të këtëre ekstremistëve që janë pak në numër. Muj me thonë dikur rreth 10 ose 20 që bojnë skem shumë profesional. Edhe duhet me pas veshmbathje adekuate, veçanërisht çantën airbag që të shton në raste nëse vjen dejtë orteku. Do të thonë, airbagi është ajo pajisje që e qet në shpinë, edhe në qoftë se të zën orteku, pra bora që lëshohet, si mu që më ka zonë edhe unë nuk kom pas airbag, po fatmirësisht kom pështu, ai airbagi fryhet, edhe të mban përmi sipërfaqe. Kështu që edhe pështon. Për atë rast do të me pas edhe airbag se cili që vjen me neve në për këto ekspedita. Po cila është ndoshta këshilla që ti ja thu më së shpeshti dikujt që dëshiron të kalojë nga skimi normal në atë skimin ekstrem, si e bën edhe ti? Në disa raste i kemi marrë ata persona, kemi thonë, okej, ky skion mirë në shtigje ose në pistë, besoj se mundët me ardhë me neve. Po kemi pas gabim, se kemi pas raste para 10 vjete ma heret, që kanë pësu lëndime, se si kanë pas skijat adekuate, që janë speciale, se janë ma gjana, edhe ato të ndihmojnë me nejtë përmi borë. Kështu që tash, si me thonë, prej ati viti 2017, na kemi vendosur që mos me marrë çdo person që don me ardhë me neve, po e bëjmë një test, i shohim se a i ka pajisjet adekuate, a mundet me hec me neve me lëkura deri në maje, a i ka airbagin që është ajo pajisja që e pështon jetë, edhe a është vigilant gjatë ecjeve ose lëshimeve. Beni, gjithashtu dhe Valbona njët që mund të bëhet skim ekstrem, gjithashtu dhe heliski, a e ke provu këto në Valbon? Po, unë njëherë kom qenë gjatë dimnit, po nuk kom arrit me skiu, se ka pas borë shumë të madhe, që nuk kemi mujt me mri deri te një vend që kemi pas në men me u lëshu, por unë e di që një pjesë këtu mund të shfrytëzohet nga ky rafsh, që është maja e Rosit, që është komplet bjeshka Rosit, që është shumë e përshtatshme për me u shëndru në një ski qendër në të ardhmen. Pra duhet me u përshtat pak ky vend, sepse është faqe që e mon borën. Përndryshe, Valbona dhe këtë këto bjeshke rreth kanë aq shumë shtigje për skem ekstrem sa është e pa imagjinueshme. Mirë po për të arritë atje duhet shumë guxim. Se duhet me hyp deri në ato maje, pra këtë këto maje që na rrethojnë rreth. Pra Valbonën llogariteni si një amfiteatër që ka rafshin edhe janë ulset e këtyre personave që dojnë me pa shfaqjen. Do të thonë krejt këto ulse janë, si më thon, bjeshtje rreth amfiteatrit, edhe ka majet pa numërta që mund të bëhet heli skiing, që fatmirësisht para disa viteve kanë fillu disa të huj me apliku këtu të na, do të thonë e kanë helikopterin. Ata e në Gjerman. Gjerman, sa e di une, edhe disa skitar i qojnë deri te pika e preferume, edhe ata lëshohen, helikopteri vjen poshtë e merr një grup tjetër. Unë e kom pak fobi pi helikopterit, po besoj që do të arri të baj një lëshim me helikopter, pra në njërën nga këto maje. Po përveç heliski, ju keni bërë edhe ngjitje në Valbon. Na tërgë pak eksperiencën si është Valbona në hiking me grupe që vini. Po, grupe, kështu që 10 vjet besoj që organizoj ecjet në Valbon, po i kemi disa pika. Pika është ujvara që bënëm sot,
Mandej është kjo qafa e Valbonës, mandej është kalimi Valbonës Seth, edhe Maja Rosit edhe Bjeshka Rosit. Pra këto 3 pika i kemi bo gjatë këtëre viteve. Se gjithashtu ne kur u kthym nga ujvara e Valbonës, unë isha qaq entuziaste edhe qaq shumë energji që pata thash, a nisemi për theth? Po, se pashat entuziazmin. Do me thonë, ka vene këtu panumërta, po nuk janë të përshtatshme për persona që janë fillestar. Po. Pra ato, na i kemi grupet e mëdha zakonisht, jom 50 plus njerëz, ka njerë po bon edhe kogja shumë e nuk po Sa është e vështirë me i pas ka shumë njerëz? është shumë vështirë se ka përgjithësi më të madhe. Sa ma shumë njerëz ki, ma shumë guida, ma shumë përgjithësi, duhet me shku gjithçka si sahat që thojnë. Pra munomi mos me pas gabime, ose gabime dhe qenë minimale gjatë ecjes, kove të fundit, gjithçka po shkon si është mas miri, nuk po kemi probleme. Do të thonë ka dikush që është lodh, nalet, na do të me caktu një guid që rrinë për qatë person ose për një grup njerëzve që smujmë. Tash kemi vendosur së fundi që me pas edhe baza, si me thonë stacioni i parë nalet, dikush që smunet me vazhdu me neve rrinë edhe një guid e tjertë vazhdojnë deri nalë. Po shqyr kjo pjesë ka stacione që janë kriju për disa personave, si për shembull është Simoni që është një vend këtu në pikën që është përmi ujvare edhe të qafa Valbonës që ka formu një farë baze për njerëz që dojnë me u këndel edhe me hangër, pra na i lojmë aty një grup, tjerë të vazhdojnë deri nalt. Për me shku jashtë sezonës së verës, pra gjatë dimnit, për Valbon do të me qenë kogja i pregaditun, sepse është vend pak i rrezikshëm, ka pjertësinat mëdha, ka gur. Fatkeqësisht kove të fundit ka pasur disa raste që kanë pësu njerëz, veçanërisht ata që përshkojnë me numër të vogël, edhe po bojnë pak, si me thonë, fotografi ekstreme, po shkojnë për cepet majeve dhe po bojnë selfie, dhe mandej aty mundet me ndodhë diçka. Për shembull, gjatë këtij viti kemi pas disa raste ku kanë mësu disa të huj, pra. Po, na tregoj edhe rastin Beni gjatë rrugës për me shku edhe te ujvara. Po, e fotografu bile majën. Po. Për atë rast unë e preferoj që njerëz që vinë hiking mos shkojnë vetë kur. Pa marrë parasysh sa je i përgatitun, mirë është me pas dikon me veti. Po, e kom dëgju që njesh edhe si mësit njeri. Mësit njeri, që ashtu po më quajnë si hajgore. Se grupet tona prej, do më thonë, prej prillit vitit 2005, që është para 20 viteve, vinë një numër i madh i trive. Pra, faktikisht, na kur e kena formu hiking njerin, e kemi sy akullin e organizimeve stereotipe të bjeshkatarve. Deri në atë kohë kanë qenë një grup i caktuar i disa shoqatave ekzistuese që kanë qenë shumë të meshkuj, pak më të vjetër, edhe që kanë marrë atë tradit një kohë gjatë. Do me thonë kanë shku 20 meshkuj në alë ose në i femën aty këtu. Po na kur kemi fillu në 2005, në prill, kemi fillu me inkorporu femnat. Edhe është rrit numri. Jo aq shumë sa deri në vitin 2011-12, kur fillun femnat me arma shumë. Deri në atë kohë na ftojshim televizion gjithkon, janë i bashkangjetunin në hiking, po shumë pak vishin. U tutshin, thëshin a e normal ku po shkon mal se mujnë me të hangër arushat e ujqite. E mandej fillun ma shumë me ardh njerëz, rrjedhimisht edhe femnat, kështu që kur erdhën edhe femnat, u rrit interesimi i hikingut, edhe me këtë filluan edhe mësitnit. Kështu që une nuk isha mësit direkt, po mas i organizoja këtu tripat ose ecjet, fillun të më ftonin në për dasma ose në për ceremoni, bëm për shkak te une kom njoftu filan personin ose këtë partnerin tem të jetës. Ky numër filloj me u rrit aq shumë, sa që deri para disa viteve kom matë kështu që kom llogarit, dikur edhe 200 qifte i kom bo bashk. Po që më kanë ftu, që i di se ka dhe tjerë që si di. Që do me thonë ka shumë qifte që janë bo bashk përmes ecjeve tona.
E para se të ndajemi për blokun e 2 të marketingut, po ju tregoj që Agjencioni për Financim në Kosovë AFK ju ofron ekspres kredi deri në 3.000 euro me aprovim brenda 2 orëve. E ne po shkëputemi për blokun e 2 të marketingut, qëndroni me ne sepse do kthehemi vetëm pas pak me Ben Njeri për të biseduar një temë tjetër. Do flasim për tenisin pak. Okej. Jemi përsëri bashk në studion e Plus Minus, këtu te Valbona Resort and Spa dhe bashkë me mua është Ben Njeri, ku do flasim shumë çka tash dhe të sjella pak ushqim nga Zoade. Produkte të cilat janë produkte të shpejta nga Katari, që prodhohen me teknologjinë më të lartë, por gjithashtu edhe janë ushqime shumë të shijshme, të shpejta. Ju duhen edhe për hiking këto ushqime. Po, patjetër. Beni, të flasim për tenisin pak. Kjo ndoshta është edhe ajo pjesa e preferuar, se edhe unë po du me mësu diçka rreth tenisit, edhe a mundesh më na tregu si Po, është shkojnë? sporti që mas shumë ti merrem, ndoshta edhe mas pak ti e postoj që mirë me tenis, po tenisi është, si më thon, 5 herë në javë. Gjatë të ditës unë mirë me tenis, se kom qenë një farë teniseri më herët, 8 vjet kampion i Kosovës e disa vite i Shqipnisë. Ta shumë trajner, i mësoj tjertë, kom shumë nxënësa, krejt moshave, i mësoj prej A deri në Zh, tenis kom qef me luajt për veti. Po cilë është ai gabimi i parë që i sheh edhe te lojtarët fillestar? Po, kështu, kanë qef me mësu shpejt. Me njëherë bojnë plan se qysh me marë pjesë në për turne tenisit, që vynë shumë kohë, pra njësoj si kurse edhe skijimi ekstrem, për tenis nevojitet shumë kohë për me u bo tenisen. Do me thonë dikures 5 deri në 10 vite, e për turne edhe ma shumë vite. Për me qenë kampion, si me thonë, shtetnor ose rajonal, është e pa imagjinueshme sa puna do të me u bo 5 orë në ditë. Do me thonë, do të me lonë nështë edhe shkollën për me u marrë vetëm me tenis, sepse paguhet. Keni pa dhe qmimet që se fitojnë këta teniserat, marrin me miliona. Po për me arrit aty do të shumë punë, disiplinë, është punë shumë e vështirë. Po shumica vinë vetëm me mësu për veti, për me u knaq, sepse është sport shumë i shëndetshëm. Nështë e keni pa dhe këto analizat e fundit që është sporti më i shëndetshëm për gjitha sporteve, po e zgjat jetën mas shumëti. Dhe me thonë, dhe në 10 vjetë ma gjatë po jetojshë nëse lunë tenis, se që se nuk lunë tenis. Jonë veçanërisht sportet me reket. Qoftë ping-pongu, kjo badmintoni, ose padeli, pickleball, shtash që kanë dalë do sporte si miniature tenisit. Dhe me thonë, janë sportet që shtin me menu shpejt edhe vrapime eksplozive, dhe me thonë sprinta. Sa ma shumë sprinta bën brenda një veni, ma është e shëndetshme për trupin. Unë e shoh për i vetës, ku luj 1 orë tenis, lodhna aq sa me shku hiking të ditën edhe me u kthy. Do të thonë, është kogja sport i vështirë, po është shumë i shëndetshëm. Po si i ndahen, si i përshtahet nivelet dhe moshat e ndryshme? Po, i kemi grupet, kemi shumë trajnera. Për fillim, fëmijët që vinë për shembull që në fillestar, që interesant shumica dërmuese janë femna, do të thonë edhe fëmijë, shumica 90% janë femna, shumë është interesant. Pse kjo? E konsiderojnë si sport për femna, është interesant ky sport, po
Në të kaluamën meshkujt kanë luajtur më shumë, kohëve të fundit femnat po luajnë. Edhe të rrituna, për shembull soti, shumica janë femna. Meshkujt vinë shumë pak, po meshkujt vinë me lujt. Do të më atraktive tash. Po besoj që ashtu është, dyqysh konsiderohet si sport për femna më shumë, nuk e di, po meshkujt vinë me shumicë me lujt, po ty marr parasysh se kanë qef me mësu shpejt. Se ki po meshkujt kanë qef shpejt me mësu më bë tenisera, edhe shohin që nuk mujnë me arrit shpejt me mësu, ato e lojnë. E femna shkojnë pak në mënyrë më metodike, kanë qef pri A, B, C, me mësu presin, me rregull, me plan. Për atë shkak edhe femnat kanë dyqysh ma në qef këtë sport. Kështu që muj me thonë se është në rritje sporti tenisit, si në krahasim me mas luftën, kur i kemi pas vetëm 2 terene në bregun e Dillit të shkolla Ismail Qemali, tash janë bo 10 fusha në Prishtinë, së shpejti do të bëhen edhe ma shumë fusha dhe do të kemi turne ndërkombëtare që do të ndikojnë ma shumë në tenisin e Kosovës. Beni, po cili sport ka mësu ty më shumë për jetën? Krejt të gjitha. Edhe çka motivon ty me qenë kaq aktiv në të gjitha këto lloj sporte? Nisa i mirë është që unë kom pas përkrahjen e prindve, si i vogël, më kanë futur në gjitha këto aktivitete. Do me thonë, më kanë thonë, hajde me skiu, mi kanë ble pajisjet si 7 vjeçar. Do me thonë, unë skijoj, më sta thëmë numërin se është shumë numëri madh dhe tregon sa vjet i kom, unë 45 vjet skijoj unë. Okej. Mandej luaj tenis pri asaj moshe, njëjtë, se herën e parë tenis kom luajt në Angli në klasën e parë fillore. Kom shku në Angli klasën e parë kom kry atje. Po mani jom kthy këtu e kom pas ka tenis e mani kom fillu tenisin në Kosovë. Edhe hikingu, masi skimi ka të bëj me hiking, kom vazhdu edhe në hiking. Në Angli, kur kom qenë, na kanë qenë në hiking, edhe që aty kom fillu me menu se është diçka e bukur. Kur u kry lufta, se para luftës ka qenë vështirë me bo hiking, për shkak të zonës kufitare në përbjeshk, kom vendos që me vazhdu hiking mas luftës. Kështu që, muj me thonë që prind mu më kanë diku që me vazhdu në krejt këto aktivitetet që une me vazhdu si punë të jetës. Pra, u kisha sugjeru të gjithë që të provojnë shumë sene gjatë jetës, pa marrë parasysh që është sporti. A është një aktivitet tjetër ose një punë që mandej me ditë se qka të flenë mas shumë ti. Do thonë, une kom provu edhe gitar, kom provu edhe DJ, kom qenë edhe DJ, shumë sene tjera, po e kom pa që mu më flejnë tenisi, hikingu edhe. Po, a mendon që kjo lidhja e sporteve hiking dhe ski ndihmon edhe performancën e tenisit? Po, shumë. Pra që se je teniser, ndikon shumë në hike, se kime hecë malet. Që se bjeshkatar, kime luj tenis edhe ma mirë, ose që se je bjeshkatar, kime hecë me ski analt. Që ta po thomë që mirë është me i provu shumë sene në jetë që me ditë që ka të flenë edhe që ajo me të shërby për jetë. E mu më kanë shërby të gjitha këto, nuk më ka shërby stomatologjia që jo me profesion. Do thonë, unë e kom kry stomatologjin, jam doktor i diplomum, po nuk më ka flejtë në shpirt, edhe kom zhjellë audorin, që ato duhet me provu sa ma shumë sene. Beni, një pyetje shumë e vështirë për fund, po ndoshta po besoj që nuk kime pas përgjigje këto. Nëse ndonjëherë në jetë të kish desh me zgjedh një prej sporteve që ti i bën, cili kish të zgjedh? Problem. Këto trijat janë si shtylla për mu. Dhe më thonë, nuk mu i me paramenu as njonën me qenë jashtë. Dyqysh e përmbushin një vit. Tenisi e përmbush krejt vitin, se unë e luj edhe dimnit. Hikingu prap vitin. Mane kur mbohen bajat pak tenisi me hikingun, ose lodhë, në thomë, okej, tash e kom skimin, që po i presim borën edhe filloj me skem tash. Bene, Benjeri, faleminderit shumë që ishe edhe këtu në studio, është kënaqësi me të pas sa viteve punë bashkë kështu, bashkëpunim në emision, është kënaqësi e madhe me e pas një intervistë, por gjithashtu edhe një ecje bashkë. Ishte shumë kënaqësi për mu. Shpresoj që nuk nalësh vetëm këtu.
po shpresoj që jo. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit. Edhe dashur shikues, unë po ju tregoj për kompleksin më luksos banesor dhe biznesor që po i shtohet kryeqytetit në Prishtinën e re, Prishtina 5 Towers. Me 4 objekte banimi, ultra luksos, çdo ditë nisë se përfundon me një pamje të jashtëzakonshme të kryeqytetit. Përveç qendrës tregtare ultramoderne që do të jetë pjesë e kompleksit, ju do të keni vetëm 4-5 minuta larg Albi Mall dhe me qasje direkte në rrugën A dhe rrugën B. Investimi në një lagje super luksoze e moderne si Prishtina 5 Towers është një investim me kthim të lartë investimi. Prandaj, veproni sa më shpejt dhe bëuni pjesë e lagjes së të ardhmës. Faleminderit shumë shikues të dashur që keni gjetur kohë dhe na keni ndjek në këtë episod të emisionit Plus Minus. Unë ju përshëndes deri javën e ardhshme, mirupafshim dhe kalofshi sa më mirë. Ky emision mundësohet nga